Të nderuar shikues, mirë mbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Vijon ndërhyrja në zonat e përmbytura, edhe pse situata është përmirësuar, qindra hektar tokë janë ende nën ujë, duke dëmtuar rënd fermerët. Rreshtet e shiut ja lën vendin Doborës në zonat malore të Veriut dhe Juglindjes. Policia u bën apel shoferëve të përdorin gomat dimërore dhe zinxhirët. Një shëmbje masive në aksin kombëtar Qukës-Qafploç bllokon plotësisht kalimin, firma ndërtuese detyrohet të hapë një kalim të ri për automjetet. 4 persona arrestohen dhe një tjetër shpallet në kërkim për falsifikim të monedhave, sekuestrohen 18.000 euro false për tregun vendas dhe të huaj. Vjojmë gjithësisht. Rreshtet e shiut pritet të vijojnë dhe bashkë me to edhe përmbytjet në zona të ndryshme të vendit. Zyrtarë të lartë inspektuan ndërhyrjet që po bëhen në fushën e Maliqit, ku qindra hektar tokë ndodhen ende në ujë. Problem mbet dalja nga shtrati i lumenjve si pasojë e prurjeve të shumta. Edhe pse situata në Juglindje duket më stabilizuar, pas përmbytjeve ka ende nevojë për ndërhyrje në mënyrë që të shmanget plotësisht vërshimi i ujit nga lumejt. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu bashkë me kreun e emergjencave civile Haki Çako dhe kryetari në kuvendit Niko Peleshi inspektuan situatën në fushën e Maliqit pranë lumeve Devol dhe Dunavec. Vëngu tha se rreziku ende nuk ka kaluar pasi rreshje do të vijojnë. Kemi edhe në zonën e pyllit fazanëve, kemi edhe aty një dëmtim argjinature, e cila praktikisht vërtetëson të gjitha prurjet që vijnë nga Dunaveci në Devol. Ndaj dhe po bëjmë një rishpërndarje të forcave dhe kemi kërkuar dhe angazhim shtesë të forcat armatosura, po vinë mjete vetë shkarkuese që të ndihmojnë me volumet e mëdha që kërkohen për të mbuluar këto dëmtime. Do jenë ditë të vështira sepse rreshjet do rifillojnë. Toka është si sfungjer praktikisht dhe është e vështirë të punohet edhe në situata ku toka është shumë e pastabilizuar dhe e mbushur me ujë. Gjithsesi po shtojmë forca në mënyrë që Maliqi mos të ketë problematik në rreshtet që do pasojnë gjatë javës që vjen. Ministri foli edhe për bllokimin e rrugës Qukës-Qafploç, pasi një sasi masive gurësh bllokoi qarkullimin. Jemi në kushte ku jemi nga gatishmëri, do shtojmë forcat, duhet kuptojmë që kemi situata edhe të rrëshqitjes së dherave, të masive malore, Qukës-Qafploç kishte një problematik të madhe që na bëri të angazhohemi fuqimisht për të bërë një devijim përmes operatorëve të zonës. Në fushën e Maliqit aktualisht janë mbi 270 hektar të përmbytura, ndërsa fatkeqësisht u shënua dhe viktima parë nga përmbytjet në fushën e Devollit. 10 hektar tokë bujësore në Lezhë ndodhen ende nën ujë. Fermerët e zonës janë të shqetësuar pasi përmbytjet u kanë dëmtuar të mbjellat e stinës. Në qarkun e Lezhës, situata krijuar nga rreshtet e shumta ka sjellë përmbytje të konsiderueshme në tokat bujësore. Sipërfaqe të tëra të mbjella kryesisht me grur dhe jonxh janë mbuluar nga uji, duke rrezikuar prodhimin e sezonit dhe duke krijuar shqetësim te fermerët. Zonat më të prekura ndodhen në njësinë administrative Zeman dhe Shënkoll. Në këtë të fundit, në fshatin Barbulloj, niveli ujit ka qenë më i lartë për shkak të mbigarkesës së kanaleve kulluese dhe prurjeve të mëdha nga rreshtet e ditëve të fundit. Në disa parcela uji ka qëndruar për orë të tëra, duke dëmtuar kulturat bujqësore që ndodhen në faza të ndryshme zhvillimi. Situata ka ndryshuar nga si me 2 ditë e para dhe është ulë në përgjithësi. Po, nuk ka më përmbytje. Vetëm sa kanë jetër në për tokat, shumë pak. Jo, ishte nga kanali i madh, ishte tuke kineta, argjinatura. Ai ishte këtë përmbytje. Ja, nuk patëm. Asë në bakti, po fatë me i pështomë. Situata është më, nuk krahasu me ditën e djeshme dhe të pardjes është drejt ka rënje të nivelit të ujit në përgjithësi, pavarësisht se ka shumë niveli i ujit në shumë toka është i përmbytur. Ka shumë ujë në për toka bujqësore. Banesat rrethume në për oborre ka, vazhdon të ketë prap, sidomos një pjesë tjetër e fshatit. Hidrovort janë plotësisht janë në punë, por që don kohën e vet edhe kjo situatë. Situata mbetet e paqëndrueshme, ndërsa pjesa më e madhe e tokave të mbjella në këto zona është ende nën ujë.
Lumi Vjos është rikthyer në shtratin e tij pasi niveli i ujit ka rënë dhe prurjet janë tërhequr nga sipërfaqet e tokave bujësore. Forcat e armatosura dhe efektivët e emergjencave civile u zhvendosën që mbrëmjen e së shtunës në zonën e Brostarit në Fier. Këtë të diel atje ishte i pranishëm edhe ministri i mbrojtjes Spiro Vengu, i shoqëruar nga kreu i emergjencave civile Haki Çako për të vlerësuar gjendjen dhe masat e marra. Ndërkohë, edhe lumi Seman, ashtu si Vjosa dhe Shkumbini ka nisur të tërhiqet gradualisht, ndonse qarku i Fierit nuk ishte parashikuar ndër zonat me rrezik të lartë nga përkeqësimi i motit që përfshiu vendin, problematikat nuk munguan. Dëbora ka pasuar reshjet e shiut në zonat malore. Nga juglindja në malësitë e Librazhdit dhe Shkodrës, Dëbora ka mbuluar rrugët duke krijuar vështirësi në qarkullim. Ndërkohë, policia u ka bërë thirrje shoferëve të përdorin gomat dimrore dhe zinxhirët. Pas ditëve me reshje të dendura shiu, në zonat malore ka nisur dëbora. Në juglindje në lartësitë mbi 1200 metra, reshjet e Borës kanë përfshirë majën e Biglës në Dardh dhe zonën e Shtyllës deri në majën e Mashkullores, ku tërësia arrin deri në 10 cm. Firmat e mirëmbajtjes së rrugëve ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin dhe qarkullueshmërinë e akseve, përfshirë edhe rrugën e Dardhës. Reshje dëbore gjithashtu ka patur edhe në malin e Thatë dhe malin e Gramozit. Autoritetet janë në gatishmëri dhe kanë bërë kriposje në akseve rrugore që të çojnë drejt fshatrave turistike të Dardhës, Bobështicës, Voskopojës dhe Vitkuqit, por të gjitha ata që do të udhtojnë në këto destinacione duhet të pajisen me goma dimërore, pasi temperaturat në këto zona shkojnë deri në -4 gradë Celsius. Në zonën malore të Shkodrës, rreshjet e dëborës kanë vijuar gjatë natës me intensitet mesatar. Në aksin Bog, theth, trarësia ka kaluar 40 cm dhe po punohet me forca të shtuara për të siguruar qarkullim të pandërprerë. Dëbora ka zbardhur edhe Steblevën dhe Furstudën në Librazhd. Policia rrugore u ka bërë apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të respektojnë sinjalistikën, si dhe të pajisen me zinxhir dhe goma dimërore. Dhjetra familje që u prekën nga përmbytjet e ditëve të fundit në Pogradec kanë marrë paka ushqimore nga bashkia. Me bonus qiraje do trajtohen edhe ato familje që pësuan dëmet të mëdha në shtëpitë e tyre. Bashkia Pogradec në bashkëpunim me emergjenca civile ka nisur shpërndarjen e paketave me ndihma për familjet e prekura nga përmbytjet. Vetëm në qytet po trajtohen me paketa ushqimore 62 familje të cilat kanë pësuar dëme të shumta në banesat e tyre si pasojë e vërshimit të ujit. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Pogradec, Dritan Babasulli, tha se në fshatin Rëmenj janë evakuuar 6 familje, të cilat do të përfitojnë bonus qiraje deri në momentin që banesat e tyre të rikonstruktohen. Agjencia e rezervave të shtetit solli 50 kuti me ushqime të ndryshme dhe rreth 1 ton miell, e cila do shpërndahet që nesër në mëngjes nëpërmjet stafit të bashkisë. Reshjet dhe stuhit e fundit dëmtuan gjithashtu 7 ura, ndërsa është prekur edhe rrjeti rrugor në disa akse. Përfshi rrugën për në fshatin Grunjas dhe rrugë dytësore në zonat rurale të njësive administrative, Çrrav, Buçimas dhe Mokër. Situata vijon të monitorohet dhe ekipet janë në terren për vlerësim të plot të dëmeve dhe ndërhyrje sipas nevojës. Një tjetër shëmbje masive nga Mali ka bllokuar plotësisht rrugën e re e Qukës Qafploç. Firma e mirëmbajtjes së këtij aksi është detyruar të hapë një kalim të ri për të mos bllokuar qarkullimin. Ndërkohë autoritetet bën të ditur se rënja e gurve erdhi si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Këto janë pamjet nga aksi kombëtar i sapo ndërtuar Qukës Qafploç, ku një tjetër shëmbje masive ka ndodhur mëngjesin e kësaj të diele. Një masiv dheu e gurësh është shkëputur nga shkarpatat e rrugës dhe ka rënë në rrugë duke bërë bllokimin e plotë të saj. Për shkak të rrezikut të lartë dhe për të garantuar sigurinë e përdoruesve të rrugës, qarkullimi i automjeteve është devijuar në një korsi të re, e cila ishte hapur vetëm disa ditë më parë nga firma kontraktuese, pasi pritej që një situatë e tillë të ndodhte.
Ky bypass po mundson kalimin e mjeteve në të dyja drejtimet për të shmangur bllokimin e qarkullimit në këtë segment problematik. Shembje të tilla janë përsëritur disa herë në këtë aks, veçanërisht në lotin e tretë, ndërsa kjo konsiderohet shembja e dytë masive në këtë segment. Sipas specialistëve, situata ishte e parashikueshme pasi terreni ku është ndërtuar rruga paraqet pa qëndrueshmëri të theksuar. Autoritetet dhe policia rrugore po monitorojnë situatën në terren dhe u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit në zonë. Rruga Qukës-Qap-Ploç, që kushtoi të paktën 260 milion euro, mori shumë vite për të ndërtuar dhe është vënë në funksion vetëm pak kohë më parë. Në podcastin e fundjavës, kryeministri Rama tha se vuan nga pakënaqësia, pasi kërkon që gjërat të bëhen sa më mirë, por sipas tij ai do të ndihet i lumtur vetëm nëse kur Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Pak ditë pasi Shqipëria hapi negociatat për të gjithë kapitujt me Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama shpjegoi se ambicia e tij më e madhe është anëtarësimi i vendit në BE. Kryeministri shfrytëzoi podcastin e përjavshëm për të deklaruar se momenti kur Shqipëria do të bëhet pjesë e BE-s do të jetë momenti më i rëndësishëm i qeverisjes socialiste. Unë vuaj nga pakënaqësia dhe unë jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. Nuk them që po tu jam happy, sepse do në qoftë se do ketë një gjë me cilën do jemi kënaqur pa kushte, besoj do arri ta shoh momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian, sepse aty ajo është një gjë epokale, historike, e jashtëzakonshme. Në podcastin e kësaj jave, kryeministri Edi Rama bisedoi me sopranon Ana Naqe dhe pedagogen e gjuhës shqipe Natasha Poroxhani, mbesën e Dimitër Shutëriqit. Rama shfrytëzoi këtë bisedë për të lajmëruar se do të publikojë së shpejti një libër. Kam kënaqësitë posaçme kur shkruaj, nuk kam mundësi të ulem përpara një kompjuteri dhe të ri të shkruaj siç kam pas mundësinë kur shkruajta Kurbanin, por Kurbani ka dalë me një frym, shumë ka. Jo, Kurbani është shkruar në mënyrë pa ndërprerje. Po. E transmeton këtë gjë. Lidhja, domethënë, po. Edhe është shkruar në një periudhë 2 mujore, diçka e tillë. Duket, po. Po përgatis tani një libër me fjalët e sofrës së iftarit edhe thjesht për kënaqësinë e shqipës. Libri i fundit që kryeministri Edi Rama ka publikuar është libri Kurbani, të cilin e shkroi në vitin 2011 pasi humbi zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, pas një betejë ligjore që u shoqërua aso kohë me shumë debate. Katër persona janë arrestuar dhe një tjetër është në kërkim për falsifikim të monedhave. Policia e Tiranës sekuestroi 18.000 euro false që pritej të përdoreshin jo vetëm në tregun vendas, por edhe në Malin e Zi. Një operacion i realizuar nga krimi ekonomik kanë nxjerrë në pa një tjetër skem të falsifikimit të eurove. Blut e Tiranës kanë arrestuar 4 persona, ndërkohë një tjetër është shpallur në kërkim. Në pranga kanë përfunduar Alessio Brungaj, Sergio Lala, Enis Aliaj, si dhe një 17 vjeçar. Efektivet janë gjithashtu në kërkim të një 19 vjeçari nga Kruja. Alessio Brungaj dyshohet se ishte personi nga Shkodra që kishte porositur shumë të eurove të falsifikuara. Grupi hetimor ka të dhëna se euro do të hidheshin në qarkullim në Shkodër dhe në Malin e Zi, ndërsa Sergio Lala, Enis Aliaj, si dhe 17 vjeçari i arrestuar përmes faqeve të tyre në TikTok shisnin euro të falsifikuara. Madje në këtë rrjet ata kanë kontaktuar edhe me të riun nga Shkodra ku pas pazareve kanë rënë dakord për të shitur 18.000 euro false. Parat ishin ndarë në 11 pako me prerje të ndryshme. Krimi ekonomik ka disa kallëzime për 17 vjeçarin, pasi nuk është rasti i tij i parë në këto skema. Të arrestuarit nuk kanë pranuar të flasin, ndërkohë policia vijon hetimet për zbulimin e personave që fshihen pas kartomonedhave false, pasi ka dyshime se i mituri dhe të rinj të arrestuar përdoren nga persona të tjerë për të shpërndarë eurot false.
Policia e Fierit ka arrestuar një 57 vjeçar teksa lëvizte i armatosur në fshatin Ferm Çlirim. I arrestuari është Petrit Mërnica, i cili u kap në një lokal ku me vete kishte një armë zjarri pistolet së bashku me 2 krëra me nga 7 fishek, të cilët i mbante në çantën e dorës. Petrit Mërnica është një emër i njohur për policin. Ai është dënuar me 20 vite burg për vrasjen e kunatit të tij. Gjithashtu ai është babai i Azgan Mërnicës, i cili në vitin 2024 qëlloi për vdekje me plumë në kokë efektivin e shqiponjave Novruz Canaliaj pas një konflikti për motive të dobta. Shumë gra shtatzëna vuajnë nga anemia, një sëmundje që sjell probleme në rast se nuk trajtohet në kohë. Për pasojë, mjekët këshillojnë kontrolle të vazhdueshme që duhen bërë edhe pas lindjes. Anemia është një nga problematikat më të shpeshta të gratë gjatë shtatzanisë. Mjekja ginekologe Werda Ismaili në një intervistë për Vision Plus thekson disa nga shqetësimet që kjo gjendje mund të sjellë si për nënën ashtu edhe për fëmijën. Anemia është një problematik shumë e shprehur, sidomos gjatë shtatzanisë. Ndër më frekuentet janë anemi të ferroprivi, quajmë ne, ose të mungesës së hekurit, të cilat shfaqen më së shumti ose më së tepërmi në shtatzani. Mund të përmendim rreth 15 ose 25% të grave shtatzëne mund ta shfaqë këtë lloj problematike. Mund të bashkëshoqërohen me problematika të mbarvajtjes së shtatzanisë, por sidomos të rritjes apo të ndonjë patologjie bashkëshoqëruese të bebit që krijohet në uterus pra gjatë gjithë shtatzanisë. Anemia gjatë shtatzanisë mund të na sjellë dhe problematika në lindjet e parakohshme. Kryerja e kontrolleve periodike jo vetëm gjatë shtatzanisë, por edhe përpara saj sipas mjekëve specialistë është shumë e rëndësishme për kapje në kohë të kësaj problematike shëndetësore. Kërkesa ime është që patjetër gratë të bëjnë vizita para se të ngelen shtatzan, pra të bëjnë analiza prekoncepcionale, sepse mund të zbulojnë dhe patologji të cilat nuk i dini që i kanë, dhe gjatë shtatzanisë të kërkojnë patjetër konsult nga mjeku, jo thjesht për të parë nivelin e hekurit, por për të parë komplet analizat e gjakut. Po ashtu bluzat e bardha këshillojnë të mos merret hekur apo medikamente të tjera pa u konsultuar me mjekun specialist. Mos eksperimentoni me mjekimet, sepse shikoj shumë vajza dhe gra të cilat edhe përpara se sa të ngelen shtatzan, marrin hekur, më kupton, po varet se çfarë lloj hekuri marrin, varet mënyra se si e marrin hekurin. Duhet të dimë se deri në 3 mujorin e parë ne nuk duhet marrim hekur venoz. Që kështu është shumë e rëndësishme që mjeku ginekolog të jetë i informuar se çfarë ka përdorur gruaja dhe 3 muaj përpara. Anemia është një gjendje e zakonshme ku numri i qelizave të kuqe të gjakut ose sasia e hemoglobinës në qelizat e kuqe të gjakut është më pak se normale. Ktu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.